Një tjetër arritje po ashtu e rëndësishme për kryeqytetin është që në vitin 2030 Prishtina do të jetë një koqire e lojrave mesetare, e cila është një ngjarje historike që do të sjellë investime të mëdha në infrastrukturën sportive, po ashtu edhe hotelerike, gastronomike dhe do të promovojë kryeqytetin tonë në arenën ndërkombëtare. Pra ky moment është jetik për me dëshmu kapacitetet tona dhe për me ndërtu një trashëgimi të qëndrueshme të infrastrukturës sportive e hotelerike, biznesore për brezat e ardhshëm. Komuna e Prishtinës po ashtu e përkushtuar të krijojë një park industrial ekologjik, i cili do të jetë një model i zhvillimit të qëndrueshëm dhe inovativ. Ky park do të ofrojë mundësi të reja për bizneset dhe do të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit duke u bazuar në parimet e bashkëpunimit dhe efikasitetit. Po ashtu kemi krijuar edhe zyrën ndërvizje për brenda komunës së Prishtinës, sepse di për secilin biznes aspekti kryesor ndoshta që është negativ është çështja byrokratike e proceseve. Edhe po mundohemi sa më shumë që ti eliminojmë këto byrokraci, pra secili prej jush që është interesuar me ardhmë që në bazë, po bazuar në kryeqytet, me u hek byrokracinë sa më shumë që është e mundur. Prandaj jeni të mirëseardhur në administratën e kryeqytetit.